Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të nisur të flasim dhe për të ndarë me ju një lajm që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Do të flasim për Olta Gixharin. Olta Gixhari, siç duket, po kalon në një moment të rënd, le ta themi, në jetën e saj, një sëmundje, por do ta kuptojmë më konkretisht për çfarë bëhet fjalë. Moderatorja dhe aktoria e njohur shqiptare, Olta Gixhari, ka vendosur të japë fund një herë e mirë të gjitha hamendësimeve dhe komenteve që kanë qarkulluar ditëve të fundit në rrjet, lidhur me ndryshimin e dukshëm në syrin e saj. Do me thënë, Olta Gixhari ka patur një ndryshim të dukshëm në syrin e saj, në pamjen e saj, dhe ajo ka dashur dhe ajo në fakt ka vendosur që të jep fund këtyre hamendësimeve. Prej disa javësh, ndjekësit e saj kishin vënë re një detaj të pazakontë në paraqitjen e saj dhe kishin bombarduar me pyetje në rrjete sociale, duke ngritur gjithfarë aludimesh për ndërhyrje estetike apo ndonjë incident. Në një sesion pyetjesh me ndjekësit në Instagram Story, Olta vendosi të jetë drejt për drejt dhe transparente. Një prej pyetjeve ishte mjaft e qartë çfarë të ka ndodhur me syrin. Pyetje që siç duket ajo e ka marrë me 10 herë gjatë javëve të fundit. Në përgjigjen e saj, Olta tregoi qartë se nuk bëhet fjalë për ndonjë ndërhyrje estetike apo botox të dështuar, siç shumë kanë komentuar me ironi në rrjete, por për një problem shëndetësor, të cilin aktualisht po e kalon me qetësi dhe e mbyllur në vete, kuptohet. Pas pyetjes së Big Brother VIP Kosova, kjo është pyetja më e shpeshtë që më është bërë, thot Olta. Po kaloj një problem shëndetësor? Kjo më shumë për të gjithë ju që më shkruani çdo ditë. Hëmi të kapi keq botoksi, uqore e shumë të tjera. Mos më pyesni më shumë se nuk do të flas për këtë gjë. Jo tani, ka shkruar ajo duke i vënë një pikë kësaj teme që është bërë e bezdisshme më për Olta Gixharin. Me këtë reagim, Olta Gixhari tregoi një anë më të ndjeshme dhe më njerëzore, duke kërkuar mirëkuptimin e publikut për të ruajtur privatësinë në këtë periudhë të hidhur të jetës. Ajo zgjodhi të mos jep detaje rreth diagnozës apo gjendjes së saj aktuale, duke lënë të kuptohet se nuk ndihet ende gati për të ndarë me publikun, por njëkohësisht theksoi se kjo nuk ka të bëjë as pak me estetikën apo pamjen e saj të jashtme. Pas këtij reagimi, rrjetet sociale janë mbushur me më shumë mesazhe dhe mbështetje. Fansat e saj i kanë dërguar urime për shërim të shpejtë, duke e përgëzuar për mënyrën dinjitoze se si ka zgjedhur të përballet me thashethemet. Shumë prej tyre kanë theksuar se në vend që njerëzit paragjykojnë, duhet të jenë më empatik, pasi askush nuk e di se çfarë mund të përjetojë tjetri në heshtje. Olta, e njohur për sinqeritetin dhe karizmin e saj, ka qenë gjithmonë një figurë që gjall kuriozitet dhe interes publik. Përveç një aktore e suksesshme, ajo është edhe një personalitet i dashur në ekran që di si të tërheqë vëmendjen me natyrën e saj të drejtpërdrejtë dhe plot humor. Megjithatë, këtë herë ajo ka treguar një tjetër anë të vetes, më të brisht, më reale dhe më njerëzore. Nuk dihet nëse në të ardhmen ajo do të vendosë të ndajë më shumë detaje për problemin shëndetësor që po kalon, por një gjë është e sigurt. Olta ka fituar edhe më shumë respekt për mënyrën si ka zgjedhur të reagojë. Ndonjëherë heshtja është forma më e bukur e forcës dhe ndoshta kur të ndjej se ka ardhur momenti i duhur, ajo vetë do t'tregojë se çfarë i ka ndodhur, ashtu siç di ta bëjë më së miri me sinqeritetin dhe transparencën. Do me thënë, Olta vuan nga një le të themi nga një sëmundje e vogël, por që nuk është pjesë e botoksit, që Olta e ka sqaruar nga të gjitha thashetheme që në fakt janë shkruar për Olta Gixharin lart edhe poshtë. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdojmë ta ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.